Diplomat e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë tashmë janë të vlefshme në të gjitha vendet e BE-s. Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Anastas Angjeli, deklaroi se tashmë institucioni që ai drejton është pjesë e Universitetit të Emunit, ose siç njihet ndryshe nismës së Euromesdheut, duke ofruar për të gjithë studentët diploma të përbashkëta me vendet e Mesdheut. Universiteti Mesdhetar do ta lëshojë me firmë të përbashkët diplome me Universitetin e Emunit, që do të thotë do të jetë e përbashkët dhe e vlefshme në 50 universitetet të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Euromesdheut. Por kjo është një rahan, ajo që ne përfitojmë në rastin konkret është që duke qenë pjesëtar të kësaj nisme kaq të rëndësishme që drejtohet nga Bashkimi Evropian. Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, për ta konkretizuar gjithë këtë nismë, mori pjesë edhe në një seancë të veçantë në Parlamentin Evropian, ku diskutua për sfidat e arsimit në rajonin e Mesdheut. Seanca e veçantë e Parlamentit Evropian e drejtuar nga zëvendës presidentja e Parlamentit Evropian, Rodi Kraca Zagaropoulos, ishte një seancë, do thoja, pak më veçantë për momentin, sepse ajo mori në shqyrtim një nga çështjet më të rëndësishme, natyrisht ajo që ka të bëjë me zhvillimin e edukimit, posaçërisht me zhvillimin e arsimit të lartë dhe lidhjen e tij me teknologjinë, me shkencën në vendet e Euromesdheut. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë në këtë mënyrë bën të mundur dhënien e mundësisë së punësimit të gjithë studentëve shqiptar edhe në vendet e BE-s.